kam dhe një pyetje të fundit, duke qenë se Patjetër. jemi në muajin që të dyja palët po shesin ëndra, njëra me pasaportën europiane, tjetra me ulje taksash edhe rritje pagash pafund, për të bërë ndoshta pa konspiracion. A mendoni që mund të jetë Erion Velia që mund ta vendosë qeverinë e re, pavarësisht që është nga qelia, duke qenë se ne dim që zgjedhjet do bëhen vetëm për 20-30 deputet nga listat e hapura, pasi lista e mbyllur janë të saksuar edhe të vendosur. Qofse në listën e hapur fitoi një pjesë e njerëzve të Veliat, mund ta kushtozojnë qeverinë e ardhshme të Ramës? Shiko, nuk e besoj këtë tezë, sepse Partia Socialiste patjetër që është më në avantazh aktualisht dhe sondazhet konfirmojnë këtë, se gjitha forcat e tjera politike, por nuk mendoj se do jetë në gjendje dhe nuk është në gjendje kërkush aq më tepër dikush që është brenda qelisë, do thoni ju, po forca ndonjëherë matet në disa momente, të kushtozoj pushtetin e kryeministrit të vendit të ardhshëm, që mund të jetë Edi Rama apo mund të jetë dikush tjetër, por nuk mendoj se do ketë atë forcë për të influencuar në këtë mënyrë. Nuk e besoj këtë gjë dhe nuk besoj se e para njerë forca në partitë politike dhe rrymat apo fraksionet që nuk ekzistojnë realisht tutte ne janë të kontrollueshme shumë nga lideri, thash dhe më parë, nga lideri kryesor, nga kryetari i partisë. Nuk mendoj që ka njerëz aty që mund t'i bëjnë një sfidë të tillë kryeministrit. Nuk e shikoj unë, të paktën në optikën time, në perceptimin tim, nuk e shikoj të mundshme një skenar të tillë. Pra nuk janë në gjendje ta bëjnë, nuk kanë tentuar ta bëjnë ndonjëherë dhe as nuk besoj do ta tentojnë ta bëjnë. Zoti Velia ka një proces penal, duhet të përballet me drejtsinë atje. Pastaj sa i takon politikës, janë qytetarët shqiptarë që do ta vendosin se kush do fitojë dhe kush do jetë në lista. Janë njerëzit e Veliait apo janë njerëzit e tjerë, nuk mund të them, ata që janë në lista, ata janë njerëz të Partisë Socialiste. Në radhë parë janë përfaqësues që i kanë zgjedhur drejtuesit politik bashkë me kryeministrin dhe i kanë caktuar aty. Sipas gjykimit të tyre, filtrave që ata kanë, kështu më radhë. Kështu që të arrin ata të kushtozojnë krijimin e qeverisë nesër me nuk e di me çfarë kushtesh, nuk e shikoj të paktën aktualisht të mundshme. Nuk e gjykoj. Lejoni ta mbyll aty ku e nisëm, ju lutem. Njëra palë ka Kushnerin, tjetra ka Lasivitën, që do të hap fushatën sot. Mendoni që mund të kemi një skenar dhe si në Kosovë që para zgjedhjeve Grenell pati disa tweet kundër Kurtit, mund ndodh këtu apo jo? Po, shiko, neve se kemi memorin në shkurt, neve këto sinjalet kanë qenë në Shqipëri, këta thonë ka rënë non grata, s'ka rënë. Ne kemi një lider të opozitës që është shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara, dhe ai vazhdon të jetë, nuk është se ka rënë. Do të thotë sinjali i Shtetet e Bashkuara kanë dhënë disa vite para. Do thonë ju tani po paraqiten ndryshoi administrata e Trump, erdhin pushtet e kështu me radhë dhe shpresat u rritën, por vendimet janë institucionale. Dhe prandaj janë këto demokraci janë zhvilluar sepse kanë institucione të forta dhe kanë arritur t'i konsolidojnë dhe kjo është një model shumë i mirë për të marrë dhe nga ne. Pra institucionet e forta bëjnë që të funksionojë më mirë dhe demokracia. Pra me ato check and balance, kontroll dhe ekuilibër, balancim. Kështu që nuk mendoj që tani do ketë skenar të tillë sepse këto sinjale janë dhënë në Shqipëri dhe nuk kam përshtypjen që nuk ka çfarë të jepen më sinjale tani, sepse shqiptarët, ata që duan i kuptojnë gjërat dhe i shikojnë. Pra, lideri i opozitës vazhdon të jetë non grata. Dhe kjo dihet tashmë. Pavarësisht se duan ta paraqesin, ku diun bëjnë këto lojrat e prestigjit, magjit që i ka rënë non grata, po është fakt. Dokumenti është aty. Po patjetër. Tani mund të ketë një deklaratë tjetër, mund të mos ketë, nuk e di. Kjo do varet dhe nga zhvillimet e mëpasme. Tani ne nuk akoma kemi të ngarkuar me punë, nuk ka një ambasador as në Shqipëri, as në Kosovë. Dhe ky është një fakt tjetër që duhet marrë në konsiderat dhe besoj se në të ardhmen do ketë një ambasador si këtu si në Kosovë, por nga ana tjetër unë gjykoj këtë që zgjedhjet vendosen nga qytetarët shqiptar.
patjetër që mund të ketë influencën e tyre, ju e pat edhe Twitteri Grenën apo i kujdoj qoftë, nuk është se ndikoi në humbjen e zgjedhjeve nga kryeministri Kurti në Kosovë apo jo. Do thonë jo mund të ketë ndikuar disi, nuk besoj se ka ndikuar, them ndoshta mos ka ndikuar në të kundërtën, mund të ketë ndikuar edhe për të shtuar ndonjë vot diku. Kështu që nuk është kjo çështja, nuk është ky, dakord, është ky mentaliteti i vendeve të vogla që shikojmë gjithmonë te i madhi, te vëllai i madh, ose te ç'a tha ai, ç'a tha ky, u tha Amerika kështu, tha Italia kështu, tha Franca, Gjermania njëra tjetrën, por në fund të ditës ai që vendosë qytetari shqiptar, zgjedhjet do vendosen këtu. Dhe vullneti, verdikti i popullit do respektohet dhe do zbatohet pastaj. Kaq e thjeshtë është. Zoti Beqiri, faleminderit shumë për gjithë analizën. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.